Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut kërkon sërish shkarkimin e prokurorit publik Ljupço Koçevski. Në intervistë televizive, Istra Mickovski deklaroi se as ai personalisht dhe as opinioni publik nuk janë të kënaqur me punën e tij dhe rrjeta logjike e ngjarjeve. Do të ishte shkarkimi. Kur flasim dhe kur ju them se nuk jam i kënaqur as unë personalisht, as opinioni nga puna e prokurorit publik, atëherë pasojë logjike për një deklaratë të tillë publike është shkarkimi i tij, shumë e qartë, theksoi Mickovski. Ai shtoi se qytetarët në mënyrë të njëzënshme mendojnë se Koçevski nuk e kryen punën e tij mjaft mirë, pavarësisht se buxheti që merr institucioni i tij është më i lartë se në 75% të vendeve të Bashkimit Evropian. Alianca për shqiptarët e Ziadin Selës kërkon ndarjen nga arreshtimi në koalicion me BD-n. Pas mbledhjes së kryesisë u vendos që të veprohet në mënyrë autonome. Krahas asaj paralajmërohet se edhe në kuvend do të fillojë procedura që grupi i tyre parlamentar të veprojë si i pavarur. Në njoftimin për media thuhet se ky vendim erdhi pasi u diskutua situata politike aktuale, procesi dhe epilogu zgjedhjeve lokale si dhe hapat e mëtejshëm të subjektit të tyre politik. Pas diskutimeve përmbajtësore dhe shumë të rëndësishme, antarët e kryesisë në mënyrë unanime sollën vendimin për veprim autonom të Aleancës për Shqiptarët, ndërsa ditëve në vijim deputetët e Aleancës për Shqiptarët do të procesojnë në kuvend dhe vendimin për veprim si grup i pavarur, thuhet në reagim. Megjithatë, ata shtojnë se do të mbeten në opozitë dhe kanë zbuluar 3 shtyllat përcaktuese të tyre. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Përfundoi dëshmin pranë dhomave të specializuara në Hag Generali Amerikan në pension Wesley Clark. Në përfundim të dëshmisë së tij, Clark konfirmoi se UÇK nuk ishte terroriste. Për generalin amerikan, ushtria çlirimtare nuk pranoi shtypjen dhe bëri të pamundurën për të rezistuar shtypjes ndaj serbëve. Ata nuk janë terrorist. Pavarësisht se kur shkova takoj janë generalet serb, ata më thanë po ata janë terrorist. Ata nuk janë terrorist. Janë njerëz që luftonin kundër një regjimi të padrejtë, i jashtëligjshëm, i cili meritonte të largohej e të zvendësohej. E njëjta gjë po ndodh aktualisht në Ukrainë dhe mund të vazhdojë edhe më tej. Ai dhe njeri që ndroi bindje se Hashim Thaçi nuk është përgjegjës për atë që ka ndodhur në Kosovë dhe nuk mban përgjegjësi për aktet individuale të dhunës dhe akmarrjes. Faleminderit që më dhat mundësinë ta shpjegoja. Ky është mendimi im. E kam ndjekur këtë gjykim dhe i qëndroj bindjes së mëparshme që Hashim Thaçi nuk është përgjegjës për atë që ka ndodhur në Kosovë. Ai nuk mban përgjegjësi për aktet individuale të dhunës dhe të hakmarrjes. Përfundoi dëshminë e tij Wesley Clark. Presidentja e Kosovës kërkon ndihmën e Gjermanisë për heqjen e masave penalizuese nga Bashkimi Evropian. Në një takim në Prishtinë me ministrin e punëve të jashtme të Gjermanisë, Johan Wadeful, Vjosa Osmani kujtoi se Kosova mbetet e përkushtuar për antarësim në çdo organizatë ndërkombëtare. Në këtë rrugtim, Kosova ka nevojë për mbështetjen e vendosur të Gjermanisë. Prandaj heqja sa më parë dhe sa më shpejt e masave të padrejta të BE-s ndaj Kosovës, të cilat janë në fuqi nga qershori 2023 dhe ndikojnë shumë negativisht në jetën e qytetarëve tanë, është një urgjencë e domosdoshme për që shpresojmë në përkrahjen e Gjermanisë. Në konferencën për media, Osmani tha se Kosova synon antarësim në Union, jo si bar, po si kontribut dhënëse. Dua po ashtu të theksoj se në frymën e bashkëpunimit të jashtëzakonshëm në mes vendeve tona dhe marrëdhënieve të shkëlqyera bilaterale, sot në Kosovë shërbejnë shumë ushtarë gjerman në kuadër të KFOR-it. Në emër të qytetarëve tanë ju falenderoj për kontributin e çmuar për paqen, sigurinë dhe stabilitetin e përbashkët. Gjatë takimit kam riteksuar se Kosova mbetet e përkushtuar ndaj orientimit të saj strategjik, antarësimi në NATO, në Bashkimin Evropian, në Këshillin e Evropës dhe në çdo organizatë ndërkombëtare që forcon pozitën ndërkombëtare të vendit tonë. Sepse si shtet gjithnjë kemi mbrojtur vlerat mbi të cilat janë ndërtuar dhe funksionojnë këto organizata. Në gjithë këta mekanizma ndërkombëtar, ne synojmë të hyjmë si kontributdhënës e jo si barr. Thirrja për bizneset gjermane është që ta shohin Kosovën si vend për të investuar. Bashkimi Evropian kushtozon progresin e Serbisë në antarësim dhe me zgjidhjen e plotë të rastit Bajnska.
Komisionere Europian për zgjerimin Marta Kos deklaroi në Bruksel se progresi drejt Bashkimit Evropian mbetet i kushtëzuar me përmbushjen e detyrimeve politike të parashtruara nga vendet anëtare, në qendër të cilave është zgjidhja e plotë e rastit Banjska. Në një takim me gazetarët në kuadër të forumit të zgjerimit të BE-s, Kosu shpreh se zgjidhja e rastit të sulmit në Banjsk, miratimi i ligjeve për median, pastrimi i listës së votuesve dhe reformat janë kërkesat kryesore të vendeve anëtare që duhet të përmbushen përpara çdo hapi të ri në negociata. Kos shpreu kritika të forta dhe ndaj politikës së dy fish të Serbisë. Në lidhje me krizën energjitike dhe sanksionet ndaj kompanisë NIS, Kos premtoi ndihmë për Beogradin, por nënvizoi se shkëputja nga varësia e Rusisë është e pashmangshme. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.